إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد falendrojmë Allahun e lartësuar, ai është i vetmi i cili është meritor për falendrimet, lavdatat dhe adhurimet tona të cilat atij ja drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit ton, kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selame i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Nuk ka dyshim të nderuar vëllezër se fjalët më të mira dhe fjala më e vërtetë është fjala e Allahut dhul xhelal. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Muhammedit alayhis salam. Gjërat më të urrejtura në fe janë gjërat e shpikura. Çdo gjë e shpikur në fe konsiderohet risi. Çdo risi apo bidat në fe të çon në humbje, ndërsa përfundimi i humbjes, lajthitjes është zjarri i xhehenemit. Allahu na mbroftë të gjithë neve. Të nderuar vëllezër besimtar, kam zgjedhur një hadith të pejgamberit alayhis salam për këtë ditë madhështore. Në fakt, ky hadith tregon për një ngjarje ku një shok i pejgamberit alayhis salam vjen takohet me Muhammedin alayhis salam dhe ja bën një pyetje. Dhe kjo pyetje duhet të gjithë neve të na interesojë. Shoku i pejgamberit alayhis salam ishte Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, erdhi te pejgamberi dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, a më tregon për një punë, për një vepër e cila do të më çon në xhennet dhe do të më largon prej zjarrit të xhehenemit?" Shiçani vëllezër çfarë pyetje? Një pyetje që çdo njeri prej neve duhet të interesojë. Nga se të gjithë ne jemi të interesuar të afrohemi xhenneteve të Allahut me mirësitë dhe mëshirën e tij dhe të largohemi zjarrit të xhehenemit. Allahu na mundsoft që të shpëtojmë zjarrit të xhehenemit ne dhe prindrit tanë dhe mbar muslimanët. Për ato pejgamberi alayhis salam kur e pranoi këtë pyetje, shiçoni si ja kthej. Para se më u përgjigj, i tha Muadhit: "Laqad sa'alta an 'azimin." E ke bën një pyetje shumë të madhe. Kjo është pyetje madhështore. "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah." Dhe për këto që kam ke vetë, është shumë e lehtë nëse Allahu ja lehtëson robit të tij. Për ndryshe të nderuar vëllezër, nuk është edhe bash lehtë njeriu me fitu xhennetin dhe me i shpëtu zjarrit të xhehenemit. Goxha vështirë është. Mirë po, nëse Allahu don me ta bëj të lehtë këtë rrugë, atëherë Allahu dhul xhelal i përgatit mundësit, i jep robit suksesin, ja krijon hapësirën, ja mbush mendjen edhe besimin edhe zemrën me iman, dhe Allahu ja bën të lehtë një punë të tillë. Allahu na bëf të lehtë të gjithë neve. Tani dëgjoni përgjigjen. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Puna apo vepra e cila të mundson mu afru xhennetive, të mundson me hyrë në xhennet dhe të mundson me i shpëtu xhehenemit, me u largu xhehenemit", tha, kjo është ajo punë. Dëgjoje. Tha e para: "An ta'budu Allaha wa la tushrik bihi shay'a." Adhuroje Allahun një e mos i bësh shoq atij. Adhuroje Allahun një e mos i bësh shoq atij. Të nderuar vëllezërit e mi dashur, Allahu na ka nderuar të gjithë neve. Pse na ka bërë prej dinit islam dhe jemi musliman. Prej 6 miliardë njerëzve sa bota i njësot, ty Allahu të ka zgjedh.
për zgjedhje, me nder dhe me privilegj. Në zemrën tonë është ngolitur thellë fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Krejt bota sot pretendojnë se e besojnë Zotin. Madje ka të atill që pretendojnë se edhe besojnë Zotin drejt dhe një. Mirë, po krahas këtij besimi në një Zot, ata gabojnë, nga se besimin e tyre e kanë jo të drejt ndaj Zotit, atëherë kur e shprehin dhe e manifestojnë besimin e tyre në mënyrë të gabuar, duke i shpreh dhe duke i shoqëru adhurim Zotit me dikën tjetër. Ndërsa ne, Allahu na ka nderu dhe na ka mësuar me i bë Allahut ibadet një. Ai është i vetëm, i pa fillim, i pa shoq, nuk ka lind prej askujt, askush prej tij nuk ka lind, i gjallë, i përhershëm, nuk vdek, nuk lodhet, nuk kotet, nuk e zën gjumi, nuk hargjohet. El Hayyul Qayyum, i gjallë, i përhershëm, nuk ka nevojë për asgjë. Ky është Zoti jon. Ne këtij Zoti i nënshtrohemi, këtij ja kemi falë robrin, këtë e adhurojmë dhe askën tjetër pos Allahut nuk e adhurojmë. Adhurimi i takon Allahut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë, o Zoti jon, dhe vetëm prej te e ndihmë kërkojmë. Ne nuk i lutemi vareve, ne nuk i lutemi tyrbeve, ne nuk i lutemi njerëzve, ne në fen ton nuk kemi të shejt. Ne nuk kemi të shejt, nuk kemi Sveti Stefana, as nuk kemi Shën Maria e ku e diune. Ne të shejt e kemi Zotin Gjella wa Ala, El Quddus. Shejtëria i takon Allahut. Për ne i shejto vetë Zoti. As Qabja nuk është të shejt. Ne nuk e adhurojmë Qabën. Ne as Muhammedin a.s. nuk e adhurojmë, po ne e adhurojmë Zotin e Qabës e të Muhammedit, Allahun te baraka wa taala. Për ato e para punë që të afron të xheneti dhe të shpëton prej xhenemit është besimi i drejtë, respektivisht adhurimi ndaj Allahut një, duke mos i bërë shoq. E dyta, falja e namazit, tha, wa tuqimus salat. Ky namaz o vllazën që dikur babgjyshat ton, e gjyshet tona, e të parë ton, e në vendin ton, e në vatanin ton, është falë shumë namaz. Shumë namaz o falë. Krejt të parë ton jënë falë. E kanë bërë shumë namaz. Gjyshet tona, e babgjyshat ton, e par fat të keq, një kohë jemi largu pe i namazit. Jemi largu pe i namazit, elhamdulillah, në kohën e fundit, po kthehet shoqëria jon drejt namazit. Namazi është lidhja më stabile mes robit dhe Zotit. Ai i cili e ruan hakin e namazit, ai e ka rujt hakin e Allahut dhul xhelal. E kur një njeri e ruan hakin e Allahut, kur një njeri përkujdeset për obligimet ndaj Allahut, mos ju tut atij njeri. Mos ju tut atij njeri. Më lejoni ta tregoj një ngjarje të shkurt, se jam në presion të kohës, kam vendos kur bëhet 1:30 me e përfundu. E kryva ato që kam ndërmend apo se kryva? Dul një prej dietarëve në pazar, në historinë islame, në pazar edhe po don me i ble do zejtintane, do ulli. Në pazar i shkon një gru që shit ke ulli dhe i tha, erdha, tha, me i ble do ulli, 2 kilogram, a i ketë mira, si ketë mira. Tha, mos jeti filën hoxha. Tha, po, tha, unë jam, tha, shumë mirë, tha, mos i ki gajle, tha, për ullia bojmë kolaj. Po, tha, më kanë mbet, tha, 10 ditë të Ramazanit si kom në gjinu, e edhe 2 ditë o Ramazani kalzëm që ka me bo. Hoxha i tha, më falë, tha, unë tha, nuk mujmë i ble ullit pejteje. Pse, hoxh? Mos u ofendo. Tha, masi ti se pas ke pas gajle hakin e Allahut, për haktemin si ki gajle ti. Masi ti mu kolaj më mashtron. Masi si ki pas gajle dhe ditë bërsh në gjinimit e Ramazani erdh, ti mu shumë letë më mashtron. Për ato ne kemi nevoj të formojmë dhe të edukojmë njerëz dhe qytetarë dhe breza të ri, që i tutën Zotit, e rujnë hakin e Zotit. Ai që e rujnë hakun e Zotit, ai e rujnë edhe hakun e robit. Po ai i cili nuk e rujnë hakun e Zotit, a priori ai nuk ka me rujt hakun e robit. E treta, tha pejgamberi alayhis salam, me jap zeqatin. E katërta, tha, me agjeru Ramazanin. E pesta, tha, me shku në Qabe. Kjo është përgjigja, e cila të çon te xhennetet dhe të mbron prej xhenemit. Tash pejgamberi e shfrytëzoi rastin, e jepi një përgjigje shtesë. Dej që tu u kry. Tash pejgamberi jepi edhe një përgjigje shtesë. Dej që tash u tamam.
Nuk kelon mongu kur gjo, po pejgamberi gjithmonë ka fol për shpirtat ambicioz. Gjithmonë ka fol për ata njerëz që synojnë më të lartën, që synojnë Firdausin. I tha Muadhit, a ke dëshirë me të tregu për dyert e gjitha të mirës? E mira nuk ka skej. E mira është e ndryshme dhe e lloj-llojshme, po pejgamberi tash po don me jep një përkufizim dhe një definicion. E mira më e madhe. Cila është e mira më e madhe? Tha pejgamberi alayhis salam. E mira më e madhe tha është kjo. Dëgjoj. As-sawmu junna. Tha agjerimi është mburoj. Po flet tash për agjerim vullnetar. Përgjigja ishte agjerimi i Ramazanit. Tash po flet për shpirtat që kanë ambicie, që dojnë me mbri në gradat më të larta të xhennetit. A i keni pa vëllazën disa prej neve nga një herë pa vetdije e bojnë një lutje të mangët. Disa prej neve thonë, inshallah unë hi te dera xhennetit. Kjo tregon mungesën e vetdijes këtij njeriu dhe kjo lutje është e mangët. Ku e din ti, a i ke veprat të mjaftueshme për me mbri deri te dera xhennetit? Ti thuj, o Zotim, e kërkoj xhennetin më të lartin prej teje. Nëse ke mungesë të veprave, ki me mbet diku më poshtë. Po nëse e lyp me hi vetëm të dera xhennetit, e ke mungesë të veprave, atëherë nëse e mbet jashtë derës o problem. Me bo me mbet ato në derës o problem. Se ato në derës i vjen era xhenem, Allahu na rujt. Po ti thuj, o Zotim, ma mundso pikën më të lartë xhennetit, e nëse nuk mbrin pikën më të lartën, je ndal diku te mesi. Për ato pejgamberi tash po flet për shpirtat ambicioz. Tha me agjeru nafile. Miro vllazën ndonjëre, të parë ton, babgjyshat tonë dhe gjyshet tona kanë gjinu. Ju djemë të ri, nëse keni dikon të vjetër të shtëpia, pyetini, kanë mi ju tregu, gjyshet tona në veçanti kur kanë hi mujt e mëdhej, ju kanë afëru 3 muj para Ramazanit, muj Recep dhe muj Shaban, kanë fillu me gjinu. Ibadet nafile, adhurim për kushtim, devocion, fisnikrim i shpirtit. Për ato, ata kanë pas xhelozie, kanë pas shër edhe të këqija ma pak se në kohën tonë. Se jënë për kujdes për fisnikrimin e shpirtit. Sot që ka ndodhë? 3 vllazën ose 4 vllazën janë prej babe pej none, ndohen në 2 grupe dhe bëhen 2 aleat kundër 2 tjerëve. Vllazën pej babe pej none, ju nda 2 këtona kundër 3 tjerëve. Vllazën pej babe dhe pej none. Po ky i cili është në gjendje kaq të keqe shpirtërore dhe ka krejt këtë energji negative, është i gatshëm mja bo vllavë vetë pej babe pej none këtë keqe, çka i bën njëri të huj ky? Çka i bën njëri të huj ky? Për ato pejgamberi tha, was-siyamu junnatun, agjerimi është mburoj në këtë botë dhe në botën tjetër. E përmendi dytën tha, was-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Tha puna e dytë, shumë punë mirë. Tha sadaka, lëmosha. Tha sadakaja i shlyn të këqijat sikur uji që e shuan zjarin. Sadaka i shlyn edhe i shun gjunat, të mijat edhe tuat që ne në vazhdimsi jemi gabimtar. Sikur uji i cili e shuan zjarin. Sa kemi nevojë bre vëllezër të kultivojmë në shpirtin ton, në karakterin ton, këtë ndjenjë me ndihmu të tjerët. Kriza ekonomike, fukarallak, njerëzit kanë nevojë. Mbram e kam pa një njeri ishtë ndalë të ato vendi ku gjuhën mbeturinat, të ato kantat e mëdha të mbeturinave. Edhe një njeri tjetër i kish pas një samun në kese, ish bo gati me e gjujt. Po kure pa ato, i tha, i pa që samuni, tazë është samuni, e bën Kabul. A i tha, si jo mëre, ja Allah. Kujtoj një njeri që ndoshta detyrohet natën, kurse shohin njerëzit me shku në për kantat e mbeturinave, me lyp ndoni kore të bukës me aqu fmive. E na ndoshta abuzojmë, ndoshta ne nuk e rujmë dhe nuk kujdesemi për to, ndoshta edhe e gjujmë. Duhet me mësu veten gjithë ne me jap sadak, se sadakaja në ishlyn edhe gabimet tona. Ka një hadith tjetër, sadakaja të mbron ty edhe familjen prej rreziku. Dhe e treta pejgamberi alayhis salam tha, dhe e fundit, was-salatu ar-rajuli min jawfi al-layli, tha edhe punë e mirë shumë e madhe është natën më uqu edhe me fal namaz për Allahun në mënyrë vullnetare. Jo 5 kohë namaz nuk po i diskutojmë, po ndonjëherë natën kur të gjithë janë në gjumë, ti
Ti, si kur thot Allahu në Kur'an, jonë disa prej besimtarëve të mirë, kur e kujtojnë madhrinë e Allahut, kur i kap ai ngazllimi, ai mallëngjimi, ashki për Allahun, qohën të të gjafa gjunubuhum anil madaji'i. Thot Allahu në Kur'an, s'mundën ata me ndejt në dyshek. Shtretrit e tyre nuk mundet, sikur një njeri që në siklet për smundjes, edhe shtrati nuk rahatohet se sikleti smundjes, ka njere du të me të ardhë sikleti edhe shqetësimi prej imanit. Më uqu prej Allahun, për Allahun më uqu, me marr abdes, e me i falë 2 recate, me bisedu në mënyrën më të sinqert me Zotin tënd. A ka ma mirë bre vllazën kur unë edhe ti je qu mas gjysës natës e bisedon me Allahun, e shpalos veten tonde, ndërgjegjen tonde para Rabbul Aleminit, edhe krejt çka dush lipi Allahut. A ka çfarë feje madhështore kemi? Feja jonë madhështore, Islami jonë është madhështor, vetëm shpinë tonde. Nuk është më rëndësi a din shumë Kur'an, a nuk din shumë Kur'an. Qelja zemrën Allahut, se Allahu po thot wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahu po thot kur të pyesin robët e mi për mu, për Allahun, unë jam afër tyne. E ke Allahun afër. Sa kërkesa kemi ne, sa nevoja kemi ne, sa telashe kemi ne. A i keni pa do njerëz të shkret, kur kanë telashe, nuk lojnë derë pa trokit. Krejt dyrë ti trokasin, edhe ndoshta nuk munden me zgjedh problemin e tyre. E harojnë një derë e cila nuk ka nevojë të trokitet. Ajo është dera Allahut. Allahu çdo herë ka derën hapur për robrit e tij. Nuk ka nevojë me trokit derën e Allahut, se Allahu e kalon derën hapur për ty dhe për mu. Ne shkojmë, korritemi, turprohemi, skuqemi, duke i trokitur dyrët e njerëzve dhe nuk e dim sa na kryen punë, as na kryen punë. Mbesim me shpresë, ndërsa dera Allahut mbetet e hapur o vëllezër. Nuk ka nevojë madje me trokit, dhe Allahu dhul xhelal na pret me mëshirën, faljen dhe mirësitë e tij. E lutim Allahun te baraka wa taala që të jemi prej njerëzve të këtill, e që Allahu të na mundsoj të afrohemi xhenneteve dhe të largohemi zjarrit të xhenemit. Ky duhet të jetë preokupimi i gjithë neve. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, para se të lutemi, po du me e bo një rezume me përmbledh me pak fjali krejt to çka e thash në pjesën e parë. Çështja është serioze, po flitet për xhennetin dhe xhehenemin, e kur flitet për xhennetin, xhehenemin gjumi s'do të më na kap. O kon një hoxh i madh i cili ka jetuar para 12 shekujve në Qabe, Fudail ibn Ayadi. E ka pas një djalë, o kon shumë musliman i mirë, ka bo shumë ibadet. Kur imami Qabes në atë kohë i lexoi ke ajetet e xhennetit e xhehenemit në Kur'an, namaz sabahit, takshomit yatsis, ai aq shumë e përjeton te Kur'anin, aq shumë e përjeton te komunikimin shpirti i tij me Kur'anin për xhennetin, për xhenemin, smuhej. Një ditë i shkoi baba imamit Qabes dhe i tha: "O Hoxh Efendi, pash Allahun, mos këno shumë ajetet xhennetit e xhehenemit se po më smuhet djali." Aq shumë e përjeton të Kur'anin, e përjeton të në shpirt Kur'anin, sikur ne kur e shohim një ngjarje në TV, apo e lexojmë një historie, edhe ndonjëherë pa dashti të pikin lot, se është emocion ajo. Edhe ky namaz të yatsis e kalçu shpirti. Ty lexu ku imami namaz e kalçu shpirti. Aq e ka përjetu. Për ato vëllezër, po flitet për xhenetin, për xhehenemin. Nuk e kjo punë thjesht, nuk ka hajgare. Nuk ka hajgare, po a jemi bogati me shku në xhennet? Nëse jemi bogati me shku në xhennet, inshallah, edhe do na me i pështu xhehenemit, i morën vesh detyrat tona, nuk na mbetet gjë me i përvil durt, edhe me i kry këto punë që pejgamberi kërkoi prej neve, duke adhuruar Allahun një, duke mos i bësh shoq, duke fal namazin, duke agjëruar Ramazanin, duke jap zakatin dhe duke shku në haxh gjithë ata që kanë mundësi, e ata që kanë mundësi me rrit kapacitetin në aspektin vullnetar, edhe pak më shumë, ata janë njerëz me shpirta ambicioz që kërkojnë gradat më të larta të xhennetit. Allahu na mundsof xhennetin neve dhe prindërve tanë dhe mbar muslimanëve. Allahu i ndihmoft muslimanët në të katër anët e botës, e ndihmoft popullin ton, e drejtoft në rrugë të mbar dhe rrugë të mirë. O Zoti i gjithfuqishëm, të lutemi me madhrinë tënde që të smurit ton që i kemi, ja Rabbi shroj,
Gjithë ata që kanë borxhe, Allahu mundsoft me i pagu borxhet sa më shpejt. O Zoti jon, na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit. O Zoti jon, o fuqi plot, na fal neve, na i fal prindrit tanë dhe mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون